Cilat janë disa nga metodat që ju i përdorni tek fëmijët me autizëm dhe realisht çka i këshilloni prindrit me bu me këta fëmijë në shtëpi, në kushte shtëpie. Pra përveç ata nuk duhet të ekspozohen në tablet, televizor, telefon, çfarëdo që sot fëmijët fatkeqësisht po përdorin, çka preferoni tjetër për mënyrën se si t'ju qasen, çka ju rekomandoni realisht? Për të bërë planin e trajtimit, zakonisht bëjmë plane të individualizuara. Bëhet vlerësimi logopedik, ku mbas të vlerësimit logopedik i shohim se cilat janë pikat e forta dhe pikat në të cilat ne duhet të punojmë pak më tepër që me ofru mbështetje profesionale. Andaj, kur të bëhet plani i individualizuar për personin fjalë, atëherë mbas çati plani na të njëjtin plan duhet ta bëj edhe familja në shtëpi. Tjetër, sa i përket asaj, përveç largimit nga teknologjia, çka preferohet është që fëmijët të jenë të gjithë përfshirë dhe të jenë të përfshirë në aktivitete në familje. Për shembull, çka mund të më bëni familje, përfshirja e fëmijëve në kuzhinë, me prerja e mollave dhe aktivitetet të cilat i ndihmojnë në zhvillimin e fëmijës, në zhvillimin gjuhësor, kur përderisa fëmia është duke bërë një aktivitet fizik, në të njëjtën kohë familjarët duhet ta komentojnë veprimin e tij, për ta kuptuar fëmia qartë se çfarë po bëjnë personat përreth. E në atë mënyrë krijohet ndërveprimi i fëmijës me të tjerët. Edhe fëmia po në atë mënyrë arrin me i fitu aftësitë të cilat vetëm më herët nuk i ka pas, po i fiton jashtë ambientit terapeutik, që është shumë më e lehtë dhe shumë është më interaktive për një fëmijë. Por gjithashtu, fëmijët gjatë momentin kur për shembull një gabim të cilin e bëjnë shumë prindërit, momentin kur dëshirojnë që me ndo një informacion në fëmijën, fëmijës i thuhen shumë fjalë për brenda një kohe shumë shkurtër, e që është shumë gabim. Sepse fëmija e ka shumë të vështirë ta di se cilën fjalë ta merr të parën edhe ta përpunoj të parën. Andaj, diçka që preferohet të bëjmë të fëmijët është sa herë që jemi duke folur me fëmijën, të flasim ngadalë, të flasim qetë, që t'i ndajmë fjalët edhe fëmija ta kuptoj fjalën të cilën është duke e marrë, është duke dëgjuar, ta përpunoj mirë që ta di se në cilin raport, në cilin pjesë duhet të përdoret ajo fjalë. Por shumë e rëndësishme. Po e them përsëri, shumë e rëndësishme largimi nga teknologjitë. 0 minuta përpara ekraneve. Jo vetëm fëmijët me autizëm, po secili fëmijë i cili është në fazën e zhvillimit të tyre gjuhësor, në asnjë minutë nuk duhet të qëndroj para ekraneve. Ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në bllokimin e marrjes së stimujve nga jashtë. Fëmija rritën edhe mësojnë duke dëgjuar nga jashtë, duke parë njerëzit përreth tyre, duke dëgjuar se çfarë po flasin ata përreth tyre. Andaj, telefoni bllokon. Telefoni vetë se ja mëson veç një sen se si ta sheh ekranin përballë dhe të sheh skenat të cilat lëvizin shumë shpejt, të cilat nuk janë fare të kapshme për fëmijët. Andaj, fëmijët duhet të jetojnë dhe të shohin sen gjëra reale, gjëra të cilat ai fëmijë vetë se do t'i përjetojnë në të ardhmen. Andaj, larg telefonit, larg televizionit dhe larg çdo lloji teknologjie, sepse indikon drejt për drejt në zhvillimin e trurit të tyre. Dite, kësha dashtë me unalë, shumë nëra arsituhen me faktin që po e vendosi para televizorit ose po e alëshoj telefonin si që kjo është mira vetë me që fëmiu po ushqehet. Do të thonë nuk mundet me marrë ushqim ndryshe, nuk rën ullur, nuk... Sa është gabim, realisht edhe në rastet kur fëmiu nuk ushqehet. Pra, a preferoni që me shiku televizorin edhe me ushqyn qatë periudhë kohore, apo me gjetë një mënyrë tjetër, ose cila do të ishte realisht mënyra e duhur, me u largu prej televizionit, po të njëjtën televizorin këtë rast, po të njëjtën ku fëmia me marrë ushqim. Është totalisht gabim. Pse është totalisht gabim? Për arsye se fëmia mund të ushqihet përballë ekranit, po në asnjë mënyrë nuk do të jetë i vetëdijshëm çfarë ushqimi është duke ngrënë. Për arsye sepse fokusi total i fëmisë është i zhvendosur tek një ekran i cili është mënyrë e mashtrimit në një farë forme e mashtrimit të fëmijës. Pra, është e rëndësishme fëmiu me ditë që po ushqehet, po merr ushqim. Fëmiu duhet të jetë i vetëdijshëm për çfarë do veprimtarie që është duke bërë. Për shembull, është duke luajtur me top, do të jetë i vetëdijshëm që topi është i koq, çfarë do që është duke bërë fëmia duhet të jetë i vetëdijshëm. Sidomos kur nevojë bazë e cila është ushqyeshmëria, fëmia duhet me mësu vetë ushqehet vetë. Nëse është i ekspozuar ndaj ekranit dhe është tënkun i ka syt në ekran, si po presim që fëmia të arrit ta fitojë aftësinë e ushqyerjes vetë. Ose si po presim që fëmia të ketë aftësi ose të jetë i vetëdijshëm për ambientin përreth ose për konsistencën e atij ushqimi.
Andaj, mund të jetë pak sfiduese, se ka shumë fëmijë të cilët kanë sjellje të çrregullta në momentin që ju largohen ekranet, mund të jetë pak sfiduese për prindërit, por shumë e mirë është të jetë sfiduese tani sa janë më të vegjël se sa kur të kalon koha kur sfidat dhe vështirësitë e fëmijëve munden me u rrit edhe më tepër. Andaj, duhet të bëhet largimi i teknologjisë. Fëmia duhet të jetë i vëdijshëm çfarë po e rrethon atë, çfarë po han, me çka po ushqehet, çka po thonë njerëzit përreth tyne. Se çaja është njëra prej mënyrave se si fëmia vetëdijsohet dhe mënyra se si fëmia arrin me mësu edhe zhvillohet truri i tyre. Në anën tjetër, kur të shohim fëmijën nuk lind me idenë që duhet me pa televizor, ose nuk lind me idenë që duhet me përdor telefonin. Cilat do të ishte vlera më e mirë që prindërit mi u ças fëmijët pa përdor teknologjinë. Është apo s'është fëmiu me autizëm, pak rëndësi ka në këtë rast, sa është e rëndësishme që ai të mos e përdor teknologjinë. Parqet, lodrat jashtë, ose nëse nuk është e mundur që me dalë në park fëmija, lodrat të cilat janë lodra fizike, jo lodrat të cilat janë lojra, aplikacionet të ndryshme të cilat janë teknologji. Çdo gjë e cila është fizike, çdo gjë e cila është reale, është në anën dhe është pjesa pozitive e cila ndikon në zhvillimin e fëmijëve. Bashkëpunimi ose lojra të cilat me dy kukulla mundesh me bë lojë funksionale, me dy vetura, me dy topa, me çka do që është fizike edhe reale, ndihmon në mënyrë të drejtë për drejt zhvillimit të fëmijëve. Andaj, ka aktivitete të ndryshme, lojra të ndryshme, vizatime të ndryshme, po çdo sen që është reale, çdo sen mbështetet në aspektin profesional, çdo gjë që është reale dhe jashtë teknologjisë është në të mirën e zhvillimit të fëmijëve. Andaj, që kjo është mënyra që mundemi me bë, të largohemi nga ekranet, fëmija vetë se arrin me kuptu që ekranet nuk qenë kanë të mira, është sfiduese për shumë prindër. Largimi, sidomos total, nëse fëmija vetë se mësu me qëndru me orë të gjata para ekraneve, edhe largimi total për njëherë prej tyre është shumë sfiduese për ta, po nga dalë, duke ullur numrin e orëve të cilat ata janë të ekspozuar në ekran brenda ditës, duke i zhvendos apo duke i shëntru që ato aktivitetet të cilat i ka bo në telefon, në aktivitete fizike, në ambiente të jashtme, në parqe, në kopshte të ndryshme, atëherë vetë se fëmija fillon me u adaptu edhe me pas një qasje komplet tjetër ndaj jetës edhe ndaj personave të cilët po e rrethojnë atë.